E di që nuk duhet ta kisha bere, por kur hira në kuzhine dhe e pasha të, vetem, me shpatullat e gjera dhe duar që prekmin tavolinën prej druri, diçka u ndez brenda meje. Nuk ishte dashuri, nuk ishte as epsh i zakonshëm. Ishte ajo lloj ndjenje që vjen kur diçka e ndaluar të duket defas e mundur. Lete me quani Arta. Jam 26 vjeç, e martuar prej 3 vitesh me burimin, djalin e madh të familjes. Ne jetojmë në katin e dytë të shtëpisë së vjetër familjare, ndërsa kunatim, Flori, jeton poshte me të ëmën. Ai është 34 vjeç, beqar, me një karrierë si inxhinier që e mban larg shtëpisë për muaj të tere. Por këtë verë, për shkak të një projekti në qytet, ai ishte këtu. Dhe une e kisha pare duke me ndjekur me sy kur kalonit në obor. Kunata ime, nëna e burimit, ishte një grua 70 vjeçare që flinte pas dreke si orar. Burimi ishte në pune deri në mbremje. Shtëpia ishte e qete. Une zbritja poshte për të marrë një gotë uje, sepse kati i dyte nuk ishte uje të ftohte në këtë vap. Dhe aty e pash. Kuzhina ishte e mbushur me dritë. Flori qëndronte pranë lavamanit duke larë disa domate. Këmisha e tij e bardhe ishte ngjitur pas shpine nga djersa. Ai nuk me dëgjoi të hyja. Parë si muskujt e kraut të tij lëviznin çdo herë që fërkente një domate. Parë si qafa e tij e lagur shkëlqente në dritën e pasdites. Flori, thash, duke u ndier vete si një hajdute. U kthye. Sytë e tij blu, kaq të ndryshëm nga ata të zezet e burimit, u ndalen tek une. Arta, tha me atë zërin e tij të ulët. Nuk të dëgjova të vije. Ke uri? Njo, thash, u vetem. Por nuk ika. Qëndrova aty. Ai vazhdoi të laje domatet. Une vazhdova të shikoja. Heshtja ishte e rëndë, si një batanie e nxehtë. Pastaj, pa e ditur si, une isha pranë tij. Jo aq pranë sa të prekeshim, por mjaftueshem për të ndjerë nxehtësinë që vinte nga trupi i tij. Të ndihmoj? Pyeta duke zgjatur dorën time drejt një domateje. Dora ime nuk shkoi te domatja. Shkoi te dora e tij. E preka për pak qaste. Ai ngriu. Pastaj, ngadalë, e ktheu trupin nga unë. Sytë e tij pyeshnin. Buzët e tij ishin gjysëm të hapura. Une nuk thash asgjë. Thjesht ngrita dorën time dhe e vendosa mbi kraharorin e tij. Ndjeva zemrën e tij. Rihte si cëkiç. Ai nuk e preku. Ai veten qëndronte aty duke me lejuar të beja atë që po beja. Dhe une, me dorën time, fillova të lëvizja ngadalë. Ngjitja nga kraharori të supi, nga supi të qafa, nga qafa të pjesa e pasme e kokës. Pastaj, me dorën tjetër, kapja këmishën e tij në i dhe e tërhoqa pak. Ai e kuptoi. Dhe pa follur, ai e lejoi trupin e tij të më pranonte. Kuzhina u bë skena e një baleti të heshtur. Une isha aktoria kryesore. Ai, spektatori që befas, u bë pjesë e shfaqjes. Fillova të lëvizja dora ime si një valë lehtë, nga supi tek shpina, nga shpina tek barku. Ai mbante frymën. I kisha syt tek sytë e tij. Dhe kur e preka në pjesën e poshtme të shpines, aty ku kockat e legjenit dalin, ai pshertiu. Ishte një pshertime e thelle, sikur të kishte mbajtur frymën për vite. Dhe pastaj diçka ndodhi. Pa e prekur askund atje poshte, pa e pushur, pa e zhveshur, une ndjeva si trupi i tij të mbushej me ngrohtësi. Si çdo pore e lëkures së tij të ishte zgjuar. Dora ime vazhdonte rrugën e saj, e bute si pëlhur, e ngadalshme si koha. Dhe ai, kunati im, mbuli syt dhe u mbështet në lavaman. Mendova për burimin. Mendova për valen e dasmës. Mendova për zotimin që kisha bere. Por dora ime nuk ndaloi. Sepse aty, në atë kuzhinët e vjetër,
nuk po beja tradhti. Po I jepja kunatit tim një dhuratë. Dhuratën e të qenit I dëshiruar. Dhe ai, me trupin e tij të ngurtësuar nga puna dhe vetmia, po e pranonte. Kur e pash se si fytyra e tij u lirua, si muskuli në fullës ju çlirua, unë e dija se ç'po ndodhte. Ajo ngrohtësi që filloi nga dora ime, kishte udhëtuar diku tjetër. Jo në një vend të caktuar, por në të gjithë trupin e tij. Si një rrjedhë ngadalshme, si një lumë që derdhet në det. Dhe kur ai hapi syt, I kishte për lota. Jo lot të trishtimit, lot çlirimi. Ajo nuk te ka prekur kure ashtu, apo jo? Pyeta me zë të ulët. Ai tundi koken. Asnjë nuk ma ka bere kete, pëshpriti. Ti e para që... pa fjalë, pa kërkesa, thjesht e ndjeva, thash. Dhe kjo ishte e vërteta. Pastaj, nga lart, u dëgjua zëri I vjerës. Arta, je aty poshte? U larguam si dy kriminele. Unë kapa një gotë uje. Ai u kthye nga domatet. Por kur kalova pranë tij për të dale, dora ime, pa dashje, rreshiti nejën e tij. Një prekje e fundit. Ai u drodh. Dhe unë e dola, duke e ditur se kjo nuk do të ishte hera e fundit. Aho ndodhi edhe di herë të tjera. Gjithmonë në kuzhinë, gjithmonë në atë orar kur shtëpia flinte. Asnjëherë nuk folëm për atë që po ndodhte. Asnjëherë nuk e emërtuam. Por çdo herë unë e prekja diku. Donjëherë në shpatull, donjëherë në pjesën e brendshme të krahut, donjëherë në qafe. Dhe ai, kunatim, reagonte sikur unë t'i plekja pjesën me të ndjeshme të trupit e tij. Edhe pse nuk ishte ashtu. Sepse pjesa me ndjeshme e tij nuk ishte atje poshte. Ishte tek mendja, ishte tek vetmia, ishte tek nevoja për t'u ndjerë I gjallë. Herën e katërt, ai vetë erdhi tek une. Në shkalle, me kapi dorën. Arta, tha, nuk mund të vazhdojme, sepse çdo herë që ti me prek, unë ndjej sikur po shkrihem. Dhe nuk e di nëse kjo është e drejte për ty. Unë e pash në sy. Nuk është çështje drejte, I thash. Është çështje ndjesie. Ti ke nevojë të ndjesh. Unë kam nevojë të jap. Dhe s'ka gjë të bukur se kur keto dy gjejnë njëra tjetrën. Ai qëndroi aty. Pastaj, ngadalë, me tërhoqi nga brenda. E mbyli derën. Ne hym në dhomën e tij të gjumit, ku asnjëri nuk hynte kure. Dhoma ishte rregullt, me një shtrat të vogël dhe një raft me libra. Ai me uli në shtrat, por jo si bure që do gruan. Ai u ul në dysheme, përballë meje, dhe vendosi kokën në prerin tim. Ashtu siç kishte bere plaku në historinë e pare. Por kjo ishte ndryshe, sepse Flori ishte I ri, dhe ai nuk donte vetëm një prekje. Ai donte t'i tregoja dikujt gjithë atë që kishte brenda. I ledhatova flokët. Ai mbyli syte. Frynin e ngjehtë të verës hynte nga dritarja. Dhe aty, në atë dhomë të ngushtë, unë I dhash atij atë që burimi nuk ja kishte dhënë kure. Vëmendjen e një gruaje që e shikonte jo si kunat, por si njeri.